Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Dhe ne vazhdojmë edhe sot me lenin Allah xhalla wala me ligjëratat tona të zakonshme pas namazit të sabahut. Të nderuar vëllezër, kemi filluar të flasim për dhikrin, për mendjen e Allahut xhalla xjalaluhu. Dhe deri më tani në hyrje të këtij cikli ligjëratash kemi marrë disa kuptime dhe rregulla të rëndësishme që kanë të bëjnë me dhikrin. Dhe gjitha këto rregulla dhe këto kuptime dhe gjitha ato që kemi marrë dhe shumë të tjera, kemi thënë se janë në shërbim të cilësisë dhe cilësisë të dhikrit, që të përjetohet dhe të ndikon në zemrat tona dhe të ndikon në sjelljet tona, në gjuhën tona dhe të ndikon në përmirësimin tonë në përgjithësi. Nga se nuk është e thjesht të përmendet Zoti xhalla xjalaluhu. Por kur njerëzit fillojnë që nga cilësitë kalojnë në rutinë dhe përmend të thjesht, atëherë thjeshtësohet edhe përmendja e Zotit xhalla wala. Përndryshe, sikur që kemi përmendur krijesat e tjera që Zoti flet për to, edhe pse ne nuk e kuptojmë përmendjen e Allahut që ato e bëjnë, Zoti përmend se krijesat e tjera, madje shumë më të mëdha, shumë më të fuqishme se ne, kur e përmendin Allahu xhalla xjalaluhu, kanë një përjetim të posaçëm. Andaj Allahu xhalla wala kur flet për Kur'anin, do thotë po zbriste law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Allahu xhalla wala thotë tek kishim zbrit këtë Kur'an dhe mbi kodrat bjesht të fuqishme, kishin me pëlqit dhe kishin me uqan nga përulja dhe nërtimin dhe Zotit xhalla xjalaluhu. Në fjallë Allahut është e madhe, dhe emri Allahu xhalla xjalaluhu është i madhe, dhe përmendja Allahu te barekuta është e madhe, po Allahu xhalla xjalaluhu ka lehtësuar për robët e tij që të përmendin thjesht dhe lehtë Zotin xhalla xjalaluhu. Në kjo thjeshtësi nuk duhet të kalon në rutinë, dhe ky lehtësim nuk duhet të kalon në diçka të thatë, por duhet të shërbejmë me këtë lehtësi për të shpeshtuar përmendjen e Allahut xhallahu ala. Përndryshe, duhet që këtij ose kësaj përmendje t'ia hapim rrugën drejt zemrës, që edhe zemra ta përjeton dhe shijon atë që po e përjeton dhe po e shijon gjuha. Dhe për të arritur kjo kemi thënë se duhet të ndiqë në rrugë të caktuar, që i ka stacionet e veta deri në arritjen e këtij përjetimi të këndshëm të përmendjes së Allahut xhallahu xjalaluhu. Sot do të vazhdoj me disa përmendjet e Allahu xhallahu ala dhe kuptimet e tyre. Nëse kemi thënë se kushti kryesor për ta përjetuar dhe për të kënaqur me përmendjen e Allahu xhallahu ala dhe që kjo përmendje të shndrohet në xhenetin e kësaj bote është ta kuptojmë atë që po e themi. Dhe kam vendosur që të filloj do të thotë me një nga lutjet dhe dhikrin i cili është i thjeshtë dhe i shkurt, i thjeshtë në mbajtje mend, ndërsa padyshim kuptim është shumë i gjerë dhe shumë i thellë, dhe që për këtë ka shumë argumente që flasin për vlerën e kësaj që po flasim sot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikurse transmeton Muslimi në Sahihun e tij, ka thënë: "Ehabbul kalami ila Allahi arba'a." Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër. Do nuk ka fjalë që i dën Allahu më shumë se këto katër fjalë. Cëtë ato fjallë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Këto janë katër fjallë. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Këto janë katër fjallë që Allahu xhallahu ala dhe më shumë të përë. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij. E para nga këto fjallë është fjallë Subhanallah, që këtë fjallë ne e përdorim edhe në këtë lutje, e përdorim edhe në dhikrin pas namazit, por edhe përdoret me shumë lutjet tona që janë nga lutjet e përcjellura se i ka përdorur dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëngjes dhe në mbrëmje. Prandaj fjala subhanallahu përmendet shpesh herë, prandaj edhe dua që të flas sot për fjalën subhanallah. Fillimisht fjala subhanallahu i thotë në gjuhën arabe tasbih. Do të kur bën tasbih i thotë subhanallah. Dhe për vlerën e këtij tasbihut do thotë thënjes subhanallah, padyshim se kanë ardhur shumë argumente
dhe kanë shumë porosi dhe shumë vlera në fjalët e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Duhet të përmend disa prej tyre dhe pastaj të kaloj tek kuptimi i kësaj fjale. Allahu xhalla wala thot në Kur'an: "Wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar." Vjen fjala wasabbih, do thot dhe thuaj subhanallah në mëngjes dhe mbrëmje. Pasi Allahu xhalla wala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila." O ju që keni besuar, Allahu xhalla wala thot: "O ju që keni besuar, përmendeni Allahun dhikran kathira." Përmendje të shpesht dhe përmendje të shumt. Përmendeni Allahun xhalla wala, përmendje të shpesht dhe përmendje të shumt. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dhe gjithashtu thuni subhanallah në mëngjes dhe në mbrëmje. Gjithashtu Allahu xhalla wala flet për disa krijesa madhështore dhe shumë të devotshme, madje nuk dihet realisht fuqia e tyre aq që të fuqishme dhe aq që të mëdha, megjithatë Allahu xhallahu e përmendën, janë bartësit e arshit, ata që e bartin arshin e Zotit xhallahu xhelalu nga melekët e mëdhej, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar një pjesë e këtij meleku i nderuar. Një pjesë e këtij meleku ka përshkruar dhe është përshkrim madhështor, mahnetës, marramendës, sunë kupton etimologjikën tënde që të kap Zoti xhallahu xhelalu. Sikur të transmeton Ibn Majah në sunenin e tij, e hadithi është i saktë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për melekun që e mbart arshin e Zotit xhallahu xhelalu, ka thënë mes pjesës së veshit të tij dhe krahut të tij, veç kjo pjesë që ne kemi shikoj se është afër kjo pjesë për neve, e ajo tek ai është, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kalorim 500 vite. 500 vite sa i kalon një kalorës me kalu, aq është ajo pjesë e gjerë e madhe. Para çfarë krijesë është kjo, subhanallahu. E ku është pjesa e mbetur e trupit të tij, ku janë krahët e tij, ku janë ato që nuk dim. Kjo krijesë subhanallahu. Me argument fjala e Zotit xhallahu ala, Allahu xhallahu thot në Kur'an: "Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu." Surën Ghafir në ajetin 7. Allahu xhallahu ala thot: "Alladhina yahmiluna al-arsha", ata që bartin arshin, ato që janë përreth tyne, çfarë bëjnë ata? Thonë yusabbihuna bihamdi rabbihim. Thonë subhanallahi wa bihamdi. Dhe madhon Allahu xhallahu xhelaluhu dhe përmendën me këtë lutje. Wa yu'minuna bihi, dhe besojnë Allahu xhallahu ala. Dhe çfarë bëjnë gjithashtu këto melek kaq të mëdhej? Wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Kërkojnë falje për besimtarët në tokë. Thonë: "O Allah, asnjë besimtar që është në tokë mos e pa fal gjunat. Gjithë ditën sabah e akşam ata bojnë dua për neve." Kjo është ibadeti i tyre dhe kjo është dhikri i melekëve të arshit që e madhrojnë Allahun xhallahu ala, thonë subhanallah, edhe gjithashtu kërkojnë falje për ata që kanë besuar Allahun xhallahu ala. Gjithashtu Allahu përmend të nderuar vëllezër se fjala subhanallah nuk do të ndahet nga goja e besimtarit, andaj sikur që besimtari është shoqëruar me këtë dhikr në dunja, Allahu xhallahu ala ka mësuar që ky dhikr të jetë edhe shoqërues i tij edhe në xhennet. Edhe në xhennet, sikur se thot Allahu xhallahu ala në surën Yunus në ajetin e 10, Allahu xhallahu ala thot: "Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam." Allahu thot da'wahum, lutja atyre dhe dhikri tyre, përmendja e banorëve të xhenit është subhanaka Allahumma. Thon subhanallah, wa tahiyyatuhum fiha salam, dhe përshëndetja e banorëve të xhenit është assalamu alaykum. A që themi në dunja, vazhdojnë në përcjell edhe në ahiret. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se që në hadithin e Abu Dharrit radiallahu ta'ala anhu, është pyetur, e kanë pyet: "O i dërguari i Allahut, cila është fjala më e mirë?" Sikur që cekom në transmetimin e mëshëm, ka ardhur edhe një hadith tjetër, është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ayyul kalami afdal?" O i dërguari i Allahut, cila është fjala më e mirë që e thot besimtari? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mustafa Allahu bihi malaikatahu aw ibada." Është ajo fjalë që Zoti i ka veçuar me këtë fjalë melekët e tij edhe robët e mirë të tij.
Do të fjala më e mirë është ajo që Allah i ka veçuar me këtë fjalë kë melekët e tij. E cila është ajo fjalë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, subhanallahi wa bihamdi. Ta thuhet subhanallahi wa bihamdi. Këtë ditë transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Ndërsa gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush thot subhanallahi wa bihamdihi gjatë ditës 100 herë me thon subhanallahi wa bihamdi, do të nuk shkon mbi 1 minutë, 1 minutë e gjysmë ka dal. Por më na, nëse e thush këtë 100 herë në ditje, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja fal Allahu gjunat edhe nëse i ka sa shkuma e detit. Shkuma e detit kur vin dallë dinë qenë shumë e madhe. Edhe po ashtu se ki mëkatet ti fal Allahu xhallahu ala, nëse ti Allahun e madhon me këtë dhikr, që ka qenë vlerë e madhe është me thon subhanallah ose me thon subhanallahi wa bihamdi. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e transmeton gjithashtu Buhariu në Sahihun e tij, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman, khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fi al-mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Dy fjalë janë të lehta në gjuhë, dy fjalë janë të dashura shumë tek Allahu xhallahu ala. Janë të lehta në gjuhë, por janë të rënda në peshoj nesër kur peshohen veprat e tua. Shumë rënd vjen kjo fjalë nesër kur të peshohet punët e tua tek Zoti xhallahu ala. Sa është kjo fjalë? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Madje të ndërruazër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër që transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men jalasa fi majlisin fa kathura laghatu. Kush rrin me një naj edhe ndodh që do të më fol fjalë që themin e fjalë pa lidhje. Jo në fjalë gjuna, jo haram, po jo fjalë dëbishme. Shkon me xhlisi me fjalë të pa nevojshme, me fjalë domthon të pa dëbishme kështu me radhë. Si më u pasur për kësaj? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se rrin dikush me një mexhlis, aty folet lidhje pa lidhje, humbet kohë, pastaj para se më qenë nga mexhlisi, thot lutjen e njohur që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot domthon subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Një lutje e shkurt, po këtu ka subhanakallahumma, subhanallahu thot. Me këtë thot ja fal Allahu xhallahu ala gjunat e bëra në atë mexhlis atë. Atë që subhanallahu thot edhe është shkak për falje gjunave, sigurisht është në këtë ditë në tjerë që seka, është shkak për ngritje, për fitim sevapësh, madje edhe është rrugdalje nga kriza e kësaj bote. Allahu xhallahu ala flet për Yunusin alayhis salam të ndërruar, apo thot laula an kana min al-musabbihin, mos kishte më qenë nga musabbihin, mos kishte më thon Yunusi shumë në bark balenës, subhanallah, subhanallah, siç më dal kurpi aty atë. Andaj thëni atij la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Këtë thonte Yunusi alayhis salam, subhanaka, thonte subhanallah, shumë me sinqeritet, dhe Allahu xhallahu ala nxori nga barku i balenës që kishte gëllditur në thellësirat e detit, sikur se dini rastin e Yunusit alayhi salatu wasalam. Ai është një fjalë e madhe të ndërozur, një shprehje me të vërtetë me kuptime të gjëra, një shprehje me shumë problem, por që ndoshta fatkeqësisht nuk lagët shpesh gjuha e besimtarit me këtë. Dhe normalisht për të arritur të vlera dhe për të arritur shpërblime, gjitha këto nuk duhet mjaftuar vetëm me thon subhanallahu, normal. Nëse tham, dhikri duhet përjetuar, duhet kuptuar, jo vetëm që të jetë në majët e gjuhëve tona. E për të arritur të vlera, kemi thënë, duhet me kuptu. Çfarë është fjala subhanallah? Çka do thotë? Fjala subhanallah të ndërruar sikur se ka edhe në disa hadithe, por në komentimin e shumë ulemave, shkurtimisht ka thënë dietarët. Fjala subhanallah është ta pastrosh Allahun xhallahu ala dhe ta largosh Zotin xhallahu ala nga çdo emet dhe nga çdo mangësi. Andaj kudo që ka tmeta, mangësi, për çka do qoftë, Allahu është larg prej tyre. Në çfarë kuptimi? Fillimisht Allahu është i pat, unë kur them subhanallah, fillimisht qenien e Allahu xhallahu ala e pastroj nga çdo emet. Emrat e Allahut, cilësitë e Allahu xhallahu ala janë pa tmeta. Nuk i përngjan Allahu askujt. Krijesat kanë tmeta. Na shikimi jonë ka tmeta? Ka. Nga se nuk mundesh me pa për te shtyllës, nuk mundesh të shohësh për te murit. Një pengesë e vogël është realisht
pengesë. Është emet. Nuk është cilësi absolute që ti mund ta përdorësh kur don ti edhe sa don ti. S'mund të je kufizuar. Dëgjimi i njëri mirë, elhamdulillah, na ka mësuar Allah të dëgjojmë, megjithatë jemi të kufizuar. Dhe ky kufizim është emet. Nuk mund më dëgju, do të thotë sa don ti larg. Pak më larg, 2 njerëz me përshpërit nuk i dëgjon. Madje me fol me gjuhë tjetër nuk i kupton, edhe pse i nin. Andaj është emet. E kështu me radhë, gjuha jon, çdo gjë. Nëse Allahu xhallahu ala, shikimi i tij, Allahu sheh, basir, a është i kufizuar me natë, ose me ditë, ose me pamje, ose me kodra? Absolutisht. Allahu xhallahu ala sheh çdo gjë. Andaj na kur themi se Allahu xhallahu ala do të thotë i sheh rob të vet, Allahu xhallahu i ndjen rob të vet, çfarë themi? Lejse kemithlihi shay. Nuk është i ngjashëm me të askush, i pasur se Allahu xhallahu nga çdo emet. Në çdo emet që mund të inveshët ndonjë emrit të Allahut, apo ndonjë cilësie të Allahut, Allah është i pasur, Allah është larg prej saj. Ne kur themi subhanallah, e pastrojmë Allahun xhallahu nga çdo ngjashmëri, nga çdo përgjithësim, nga çdo emet dhe mangësi që dikush mund t'ia përshkruajë Allahu xhallahu ala. Gjithashtu kur themi subhanallah, ne duhet ta kuptojmë se edhe ne me këtë fjallë të thimi se Allahu është i pastër edhe në fjalët e tij. Fjalët e Allahu xhallahu nuk kanë tmeta. Nuk kanë tmeta. Prandaj Allahu xhallahu çfarë thot? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Shikoj, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Janë plotësuar, janë përsosur fjalët e Zotit tonë. Atë që ka thënë Allahu xhallahu ala, sidqan wa adla. Janë plotësuar fjalët e Allahu xhallahu ala në çfarë? Në vërtetësi dhe në drejtësi. Nuk ka fjalë më e vërtetë se fjala e Allahut. Nuk ka fjalë më e saktë se fjala e Allahut. Andaj Allahu thotë: "Wa man asdaqu min Allahi qila." E kush flet më saktë se Allahu xhallahu ala? Andaj ne kur themi subhanallah, gjithashtu themi në këtë thënie se tërë atë që Allahu e ka thënë është në saktësinë e skajshme. Nuk ka më të saktë se Allahu xhallahu ala. Nuk kontestohet saktësia e fjalëve të Zotit xhallahu xhelalu. Dhe gjithashtu fjalët e Allahut janë të drejta. Nuk ka fjalë më e drejtë se fjala e Allahu xhallahu ala. Nga se fjalët e tij janë plotësuar në saktësi dhe në drejtësi. Dhe kur Allahu xhallahu ala me fjalët e tij ka ndarë mes njerëzve, ty takon kjo është e drejta jote. Duhet bindemi se kjo është e drejta e skajshme, e përsosur, më e mira, nëse vjen nga fjalët e Allahu xhallahu ala. Gjithashtu, nga kuptimi i fjalës subhanallahu është se ne kur themi subhanallahu çfarë themi? Hala, ne ende vazhdojmë me udhëtimin tonë për ta pastruar Allahun dhe për ta ngritur Allahun dhe për ta larguar Allahun nga çdo emet, nga emeta në qenë e tij, nga emeta në emrat e tij, nga emeta në cilësitë e tij, nga emeta në fjalët e tij dhe nga emeta në veprat e tij. Allahu xhallahu ala thotë është i pastër dhe është larg çdo tmetë dhe mangësie ndonjë vepër Allahu xhallahu xhallahu. Dhe nga veprat e Allahut xhallahu xhallahu sikur se dini është edhe do thotë caktimi i tij. A ka mundsi Allahu me caktu diçka? Caktimi i tij me qenë i padrejtë për dikën? Absolutisht jo. Kur? Prandaj besimtari i drejtë që thot subhanallah kur nuk mund të jetë, do thot i mllefosur ose nuk mund të jetë kur me mendim të keq për Zotin xhallahu për një caktim që Allah e ka caktuar. Çka do të thotë? Ne mund të shohim për shembull të ndërruar ndoshta tërmetën tokë, ne mund të shohim ndoshta edhe vërshimin tokë, ne mund të shohim edhe thatësinë tokë, ne mund të shohim gjithçka në tokë. Po gjitha këto e kanë një kuptim tjetër, e kanë koment tjetër, por nuk mund të jenë kur të komente në drejtim të kontestimit të vendimeve të Allahu xhallahu. Ajo është i drejtë. Ndërsa nëse duhet me analizu dhe me kërku fajtorin, ajo është në tokë, larg asaj te Allahu xhallahu ala në qiellin e tij. Prandaj kur thua subhanallah, ti e pason Allahu xhallahu ala se gjykimi i tij është i padrejtë. Kur sa kështu? Qase Allahu xhallahu ala thot wala yadhlimu rabbuka ahada.
Dhe Zoti yt kurrën e kurrës, sikur të themi hjekë pimenës këtë, fshije se Allahu dikujt i bën padrejsi. Kur mu mdhim se pse ndodh kjo. Unë shumë po ndinë keq se ka ndodhur ajo. Por unë e di se kjo ka ndodhur me saktimin e Allahut. Ai nuk bën asgjë kot, nuk bën asgjë dëm, nuk bën asgjë padrejsi. Për Allahu gjithçka është hajër. Pastaj ne njerëzit duhet me lyp fajtorin në mesin tonë. Pse ndodhi? E çfarë ndodhi? E kështu me radhë. Andaj pejgamberi çfarë thonte? Çfarë thonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Wa sharru laysa ilayk. Në lutje të gjatë, në kuadër të kësaj lutje thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa sharru laysa ilayk. O Zot, nuk është e keqja kur ajo që vjen prej teje. Pe Allahu zën e keqja kur Allahu xhallahu ala mundet me zbrit në tokë diçka që njerëz dëmtohen, por dëmtimi që u shkakton njerëzve është si pasojë e trajtimit të njerëzve përballë saj, jo për Allahu xhallahu ala. Kur absolutisht. Edhe kur zbret Allahu xhallahu ala ndonjë sprovë në tokë, ka hajër të madh në ta, për aq që kupton. Ai që nuk do më kuptu e dëmton vetën e tij, por ju më fajsu Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është temë e gjatë, po besimtari thot subhanallah. Kur thot, andaj o Zoti i pastër nga çdo emet në emrat tua, në cilësitë tua, në fjalët tua, në veprat tua, në gjithçka, në çdo gjë që lidhet me ty o Zot xhalla xhelalu ti i pastër. Subhanallah. Andaj melekët që janë të pastërt e pastrojnë Allahu xhallahu ala. Dhe është fjallë e madhe. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala don atë fjalë që realisht shpreh besimin e besimtarit në Allahu xhallahu ala. Për këtë arsye të ndërruar vëllezër, fjala subhanallah para se të dhikr. Shpresoj që ta kuptojnë drejt. Para se të jetë dhikr në gjuhën tona, është bindje në zemrat tona. Është besim në zemrat tona. Na duhet me besu subhanallah para se me thon subhanallah. Na duhet me qenë të bindur në subhanallah para se me e shpreh këtë subhanallah në gjuhën tona. E kur thënia subhanallah buron nga këto bindje dhe shoqërohet me këto bindje, me lejen e Allahu xhallahu ala jep kuptim tjetër. Për këtë arsye edhe Yunusi alsam ai ishte në bark, ai ishte pejgamberi i Allahut. Dhe ai ishte larguar nga zullumi i popullit vet. Dhe i ndodhi kjo çfarë ndodhi? Çfarë thonte? Subhanaka, o Allah, ti i pastër që të shkon mendja se më ke bëu zullum. Inni kuntu min adh-dhalimin. Unë jam zullumçari. Unë jam ai që kam bëu keq. Kush? Pejgamberi i Allahut. Ti, subhanak. Ti si po është vërtet, rash në balen, e rash në sprov, e rash në erësinë e detit, por unë jam buna vetit. Pse u largua pa lejen tonë atje? Nuk është dorë më këtë punë. Shikoj e kthej fajin tek vetja e tij. Por Allah ishte, subhanak. Ti o Zot je i pastër nga çdo emet. Andaj Yunus alsam e thonte me bindje, me besim dhe dinte ka ta kthente gishtin e fajsimit dhe analizës dhe komenteve, ndërsa për Zotin s'kishte koment. Për Zotin s'kishte analizë. Për te thonte veç subhanak. Ti i pastër. Ti o Allah nuk përfshihesh në këto analiza për të kërkuar ku gabova. Unë jam ai. Unë jam ai që duhet me kërku gabimin atë. Dhe kur bëj kjo lloj ndarje kështu, do të më bindje, jo balen. Wallahi çka ka këtë botë, çelet me len Allah xhallahu ala për të bërë rrugë dole besimtarit në çdo sprovë, në çdo krizë, në çdo talashe. Dhe kjo është fjala subhanallah. Dhe shumë çka mund të thuhet për fjalën subhanallah. Mirë po lut Allahu xhallahu ala që të vëdësohemi përballë vlerave të kësaj fjale. Dhe gjithashtu ta ushqim zemrën tonë me kuptimet e kësaj fjale. E që pastaj kur kuptimi dhe vlerat bashkohen e japin një ndikim me të vërtet marramendës të jashtëzakonshëm edhe në zemrën tonë, por edhe në jetën tonë kur ne themi subhanallah. Subhanallah ma që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të ndërrozë kjo është pjesa e parë aty 4 fjalëve që ka thënë pejgamberi se këto janë fjalë më të mira. Ne kemi filluar me i komentuar fjalët më të mira një herë e pastaj vazhdojmë me fjalët e tjera e për sot po mjaftohem me kaq me fjalën subhanallah, tani vazhdojmë ta kemi pas takime edhe me fjalët e tjera. Lutë Allahu na bën nga ata që Allahun e përmendin dhe Allahun e madhrojnë dhe në të mbështeten dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojnë. Lutë Allahun xhallahu ala që ato lutje të melekëve në qiell që bëhen për besimtarën tokë na përfshin në ato lutje tyne.
që për shkak të këtyre lutjeve Allahu të na ngrit dhe mëkatet na i fal. Zoti ju shpëlbojë me kaq për fund. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.